Partia Demokratike ka emëruar Aurel Bylukbashin si drejtuesin e ri politik të PD-s në qarkun e Vlorës. Bylukbashi ka qenë ish deputet i kësaj force politike në të shkuarën dhe ka një eksperiencë në riorganizimin e degëve lokale dhe në mobilizimin elektoral. Ish deputeti Elbasanit u emërua në kuadër të riorganizimit të forcës më të madhe politike të opozitës, një vit përpara zhvillimit të zgjedhjeve lokale në vend. Në njoftimin zyrtar të Selis Blu thuhet, Partia Demokratike ka ndërmarrë një tjetër hap në riorganizimin e strukturave të saj politike në terren, duke emëruar Aurel Bylukbashin në detyrën e drejtuesit politik për qarkun e Vlorës. Ky emërim vjen në një moment të rëndësishëm për opozitën, e cila po intensifikon përgatitjet dhe po konsolidon strukturat lokale në prag të sfidave të ardhshme elektorale. Me një eksperiencë të gjatë në politik dhe ish deputet, Bylukbashi do të ketë një rol kyç në riorganizimin e degëve lokale, në mobilizimin e elektoratit dhe në forcimin e frymës opozitare në qark. Emërimi i tij shihet nga strukturat e Partisë Demokratike si një hap drejt rritjes së angazhimit politik në terren dhe ndërtimit të një strukture më të fortë organizative në një nga zonat më të rëndësishme elektorale të vendit, thuhet në njoftimin e Partisë Demokratike. Aurel Bylukbashi më herët ka qenë deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe kandidat i Partisë Demokratike për Bashkinë e Elbasanit. Gjithashtu ai ka mbajtur detyra të rëndësishme gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike. Aurel Bylukbashi fillimisht erdhi si koordinator i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, ndërsa këtë të premte u emërua si drejtues politik, duke zvendësuar Bujar Leskajn, që dha dorëheqjen nga kjo detyrë që mbante për disa vite.